Përshëndetje nxënës, mirë se erdhët në E-klasa. Unë jam Gjulnare Miftari, mësimdhënëse e grupit klasor pranë shkollës fillore Çajla, fshati Çajl, komuna e Gostivarit. Do të ndiqni mësimin për klasën e 4 në lëndën Gjuhë Shqipe nga autorët Rita Petro dhe Natasha Pepivani. Mësimi gjendet në faqen 124 dhe titullohet Zogu dhe djali. Ne do të bëjmë në fillim leximin e më pas analizën e vjershës. Fillojmë me leximin. Zogu dhe djali. Një zog të bukur zuri një djalë. Ai po dridhej dhe i thoshte ca fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti i vogël dhe i paritur. Jam biri vetëm, mëma më pret. E kam lënë keq brenda në fole. Dhe u me borë gjithu mbulua, dhe s'kam betur gjëkund po thuaj. Më pret imëzë, si ty jot ëmë, të mos i vete gjbëhej prëmë. Kam edhe unë shpirt e dua të roj, të lëvis, të breth, të los, të këndoj. Fjalët e zogu djali i dëgjoj, qau e puthi, pastaj e lëshoj. Këtë vjershje ka shkruar shkrimtari i njohur Naim Frashëri. Pasi që e lexuam, nxënës të nderuar, ne hasëm edhe në fjalë të panjohura. Fjalë të panjohura në këtë vjersh janë i mitur, i mëzë, prëmë, breth. Fjala i mitur është e ngjashme me fjalën i vogël. I mëzë po ashtu është e ngjashme me nëna ime, me thënë mamaja ime. Prëmë apo ndryshe themi mbrëmë, në mbrëmje. Dhe fjala breth na tregon të njëjtin kuptim, shkojmë andej këtej pa qëllim. Besoj se tash i keni të qarta këtë fjalë të panjohura që i ndëgjuam gjatë leximit të vjershës Zogu dhe djali. Kthehu te teksti. Shëno me po dhe jo fjalit e mëposhtme. Në librat e juaj, nxënës të nderuar, ju i keni shëno me sakt, fjalit e sakta, dhe me x fjalit jo të sakta. Do të shkojmë një nga një, do t'i lexojmë fjalit e mëposhtme dhe do të tregojmë se a janë të sakta apo jo të sakta këto fjali. Fjalia e parë është: mama e djalit është brenda në fole. Kjo fjali është jo e saktë, pasi mama e djalit është në shtëpi, jo në fole. Në fole është mama e zogut. Vazhdoj me fjalin e dytë. Mama nuk shqetësohet për zogun e vogël. Po, edhe kjo fjali është jo e saktë, pasi edhe mama e zogut shqetësohet për zogun e vogël. Më pas, nuk ka rënë shumë dëbor, është kjo fjali në vazhdim. Edhe kjo është jo e saktë, pasi borë kishte rënë dhe kishte mbuluar tërë tokën. Zogut i pëlqen të jetoj. Po, edhe kjo fjali është e saktë, pasi me të vërtet zogut i pëlqente të jetojë. Dhe fjalia e fundit thot: djali e përqafoi zogun. Edhe për këtë fjali mund të themi se është e saktë, pasi në fund të vjershës, në dy rreshtat citohet kështu: fjalët e zogut djali e dëgjoi, qau e puthi, pastaj e lëshoi. Këtu kuptojmë ne se edhe djali e përqafoi zogun dhe e lëshoi të fluturoj i lirë.
Më pas vijojnë pyetjet rreth vjershës. Ju nxënës të nderuar, pasi që e keni lexuar dhe e keni kuptuar vjershën, do ta keni shumë të lehtë dhe të qartë tu përgjigjeni këtyre pyetjeve rreth vjershës. Do t'i lexoj dhe do ta kuptoni me njëherë përgjigjen për secilën prej këtyre pyetjeve një nga një. Pyetjet në vazhdim janë 5. Do të filloj me të parën. Për cilën stinë të vitit flet vjersha? Ju e dini nxënës të nderuar se në vjersh fliteshte për stinën e dimrit. Pyetja e dytë. Çka i ndodhi zogut të vogël? Zogu të vogël i ndodhi që të gjendet në duart e djalit. Pyetja e tretë. Pse djali i erdhi keq për zogun? Djalit i erdhi keq për zogun pasi që edhe ai e luti që ta lëshonte të fluturonte i lirë, të shkojnë në folen e vet. Dhe pyetja e katërt, a bëri mirë ai që e lëshoi pse? Po, djali bëri mirë dhe veproi siç duhet, për shkak se edhe zogjt duhet të jenë të lirë dhe të fluturojnë të lirë. Dhe pyetja e fundit, me numër rëndor 5, çka do të bëje ti nëse një zog bie nga foleja? Këtu të gjithë nxënësit do t'ishin përgjigjur të njëjtë dhe të saktë, se secili prej jush nxënës do t'i kishte ndihmuar një zogut nëse ai kishte rënë nga foleja, apo do ta ngërisni, do ta vendonit në folen e vet. Besoj se ishim të qartë në këto pyetje rreth vjershës. Më pas, do t'ju kisha lutur që detyrë për në shtëpi, ju nxënës të nderuar të klasave të katra, ti lidhni me shigjeta çfarë ka një lloj dhe çfarë ka ndryshe zogu dhe djali. Janë këtu të radhitura fjalët, ju gjithashtu i keni edhe në librat e juaj, që duhet t'i lidhni me shigjet, zogun dhe djalin me këto fjalët në vazhdim. Ato janë luan, mëson, këndon, shëtit, e pret mamaja, ka shtëpi të ngrohtë, shkon në shkollë, ka ftohtë, ka shok, ka libra e lapsa, ka rroba të ngrohta, ka pupla të ngrohta. Ju, kur do t'i lidhni këto fjalë me shigjeta, do ta kuptoni se ndonjëra prej këtyre fjalëve i përputhet edhe zogut edhe djalit. Mos harroni, lexonja vjershën mirë, rrjedhshëm dhe do ta kuptoni detyrën për në shtëpi shumë lehtë, saktë dhe qartë. Ju falenderit për vëmendjen dhe miru ndëgjofshim në incizimet e radhës.